Përshëndetje, përshëndetje të dashur miq të mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar një ngjarje që në fakt ka pushtuar rrjetin social. Është ngritur një hamencim, është ngritur një aludim që natën e sonte, në festën e organizuar nga televizioni Top Channel, domethënë pas përfundimit të Big Brotherit, e quajtur si after party, dy banorët të cilët janë konfliktuar ndërmjet veti, domethënë jo në mënyrë fizike, por me muhabet, përflitet që ka qenë Gimbo dhe Mateo. Ka patur komente të ndryshme rreth kësaj situateje që Gimbo dhe Mateo pas kanë patur një konflikt sonte në fest me njëri tjetrin, një diçka që në fakt mua më ngriti një lloj shqetësimi sepse dy miq, dy shok shumë të dashur me njëri tjetrin, të arrijnë deri në këto nivele, të arrijnë deri në këto stade. U mundova që të marr informacion, u mundova që të siguroj informacion nga kolegët e mi, në Tiranë, të cilët kanë qenë në fakt prezent në këtë festën, se çfarë po ndodh, a ka ndonjë gjë që nuk shkon mes të dy çunave, por, fatmirësisht, do ta them fatmirësisht, këto komente janë krejtësisht komente të rreme dhe nuk qëndrojnë as pak në gjithçka që në fakt përflitet dhe në këtë lajmin e madh që ka kapluar të gjithë median sociale. Do thënë lajmi ka kaluar, kudo, e keni në TikTok, e keni në Instagram, kudo që domethënë është i taguar emri i Mateo dhe, Gimbo, dalin këto lloj lajmesh. Mateo dhe Gimbo vërtet sonte janë takuar për herë të parë pas përfundimit, të spektaklit të Big Brotherit. Natën që Mateo doli nga shtëpia, pati një përqafim, shumë vllazëror me Gimbon, patën një moment shumë të bukur që aty edhe një herë u dëshmua afrimiteti që të dy djemt e kanë me njëri tjetrin, që domethënë, nuk kanë asnjë lloj hatërmbetje apo inati dhe së dyti, krijuan, edhe një mini shoqëri brenda shtëpisë së Big Brotherit. Tani duke njohur Mateon, por gjithashtu duke njohur dhe Gimbon, unë mendoj që Mateo dhe Selin i sqaruan gjërat e tyre që brenda shtëpisë. Ato të paktën javën e fundit, kur edhe Brikena u largua nga shtëpia, Mateo dhe Selin ka qëndruar shumë afër, kanë ndarë shumë kohë bashkë, kanë bërë shumë biseda bashkë dhe në fakt pash një miqësi shumë të bukur mes të dy palëve. Nuk pash ndonjë inat, nuk pash ndonjë urrëtie, nuk pash ndonjë mllef tek të dy, tek shoku dhe shoqja, le ta themi. Natën e sontme, Gimbo dhe Mateo, domethënë banorët kanë qenë të ndarë, polet siç i ndërtuan brenda shtëpisë së Big Brotherit, i kanë mbajtur edhe në festën e madhe dhe Gimbo dhe Mateo kanë kaluar jashtëzakonisht bukur. Un kam siguruar një festë, është një f në fa m'falni, një fotografi nga festa, është një foto pak amatore, me thënë drejtën, po duket bukur që Gimbo dhe Mateo në asnjë mënyrë nuk kanë patur asnjë lloj kacafytje, nuk kanë patur asnjë lloj zënke, por janë përqafuar dhe kanë kaluar jashtëzakonisht bukur. Domethënë foton ma ka siguruar një X, miku im që mos t'ja përmend emrin, unë tani po e publikoj foton, duket shumë pak, domethënë është Mateo ai që duket me ftyrë, Gimbo duket prej në shpinë, që ka përqafuar Mateon shumë dhe që tregon që të gjitha ata shethemet që fliten lart edhe poshtë që Gimbo dhe Mateo kanë patur sonte një debat apo një diskutim mes njëri tjetrit dhe kanë ngritur zërin, kjo rezulton që të jetë e pavërtetë dhe rezulton që të jetë një shpifje e radhës e disa njerëzve që mundohen realisht që të shkatrojnë një shoqëri, që mundohen që të shkatrojnë një moment të bukur që u ndërtua brenda, shtëpisë së Big Brother. Mateo dhe Gimbo nuk janë takuar me njëri tjetrin pas Big Brotherit, domethënë, Mateo nuk ka qenë edhe në festën e organizuar menjëherë pas përfundimit të spektaklit, ka dashur që
ta ndej kohën me familjen e tij, me rrethin e tij të afërt, me motrën e tij, me babain, të cilët kishin udhëtuar nga Elbasani për ta mbështetur Mateon në studio. Gimbo ka qenë në festën, ka qenë së bashku me sholinën e tij tashmë dhe më pas kanë kaluar në diskotekën ku ka performuar Ono, vëllau i Selinës. Domethënë nuk janë takuar atë natë me njëri tjetrin, por që kanë ndarë momente, që kanë qenë bashkë, që kanë kaluar çaste të bukura, kjo as nuk diskutohet në një farë mënyre. Sonte të dy çunat apo të dy gocat, që në këtë rast edhe Selina dhe Brikena kanë ndarë shumë momente të bukura, janë munduar që të kënaqen me njëri tjetrin, janë munduar që t'i dhurojnë atë respektin dhe dashurinë njëri tjetrit. Gimbo, që të rikthehemi pak domethënë në kohë, edhe kur hyri në shtëpinë e Big Brotherit, edhe kur takoi Selinën edhe pse kishte të ndaluar në fakt nga produksioni, Gimbo përqafoi me një dashuri jashtëzakonisht të madhe Mateon. Domethënë nuk ka asnjë lloj zënke mes të dyve, mund të ketë patur ndonjë bisedë e cila ka asocuar që mund të ketë qenë në zënk, domethënë mund të ketë patur ndonjë bisedë të vogël, por që ka patur zënk mes Gimbos edhe Mateos, kjo gjë as nuk diskutohet. Ashtu siç e thash domethënë më herët, Selin siç mbylli të gjitha ato mendimet e gabuara që Brikena kishte ndërtuar në raportin mes Selinës dhe Mateos, mendoj që Selin u tregua shumë e drejtë dhe shumë e respektuar kundër drejt Brikenës, i bleu dhe një fustan në shenjë respekti, në dhurata që bëri për të gjithë banorët. Mendoj që në këtë rast Selina dhe Mateo i sqaruan gjërat e tyre dhe nuk ka arsyen e vetme që Gimbo të bëjë një luftë të hapur jashtë shtëpisë së Big Brotherit tashmë me Mateon. Domethënë e shikoni fotografinë, çunat kanë kaluar shumë bukur. Për të gjithë ju fansa që në fakt më keni shkruar në rrjetet e mia sociale që t'ironi çfarë ndodh, t'ironi çfarë po bëhet, si qëndron çifti, çfarë po ndodh me çiftin, domethënë ja ku është e gjithë e vërteta, nuk ka asnjë gjë serioze, nuk ka asnjë gjë mes Mateos edhe Gimbos, janë dy shokë të mirë duke uruar me shpirt që kjo shoqëria mes të dy çunave të jetë e vazhdueshme edhe më gjatë, të konsiderohet një diçka e bukur, të konsiderohet një njohje e mirë që këto dy çuna do të kënaqen mes njëri tjetrit në aspektin shoqëror. Sonte e pash një takim vllazëror, domethënë ky takim i buzëqeshja e Mateos, nga që Mateo është i sinqert, flet shumë dhe nuk flet atë që në fakt përflitet nëpër rrjetet sociale apo shkruhet nëpër komente që Gimbo dhe Mateo kanë krisur raportet e tyre. Unë do t'i kisha thënë kanë krisur raportet, gjithsesi domethënë gjithçka është në rregull dhe çdo gjë është në nivelin e duhur. Ju vazhdoni të më ndiqni me subscribe për të gjitha videot e tjera këtu në kanalin Monitor TV.